Suleman, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit në ftesë. Faleminderit ti që pranove të flasësh. Kanë kalu 27 vjet sot nga masakra e Reçakut, që është një nga momentet e kthesës edhe në raportet e Kosovës me botën, edhe në raportet e Kosovës në asaj kohë me Serbinë, por ishte edhe momenti që në një farë mënyre çoi drejt pavarësisë Kosovës. A mund të më rrëfesh vetëm eksperiencën tënde personale? Si e menat na, si të erdhi informacioni, si u nise, pra një rrëfim detajuar. Ka qenë, të them kështu në fillim, temperatura thuaj si sot i kam shku të gjeroj, njësoj temperatura, si para 27 vjetëve. Unë e mora lajmin se në Reçak është duke ndodhur janë disa luftime dhe shkova një ditë më herët kur kishin filluar luftimet dhe aty isha me disa të OSB-s, disa njerëz të OSB në Shtimle. Shtimla është e ka largësinë 2 kilometra nga Reçaku. Dhe në këta të OSB-s na thanë jo. A kishe dëgjuar më njëherë për Reçakun deri atë ditë? Jo, atë ditë e kuptova si janë disa luftime atje dhe shkova, pa e ditë se çka po ndodh. Dhe u afrova, po për në Reçak policia serbe nuk na lanë në shkue, dhe unë alëm aty në dalje të Reçakut, të një pompë e benzini dhe po rrim aty, unë ishna një me kamerë dhe 2 gazetarë të huaj ishin, dhe me një moment filluan të fluturojnë plumat ka kokat tona. Atë më duk si sër. Po, nga kokat tona dhe në atë moment të OSB-s na u afrun dhe na thanë largonu nga këtu. Dhe na u largun, se ato ishin disa plumat largohen nga ana serbe, sigurisht i kanë gjujt ka na. Dhe në atë moment u ktheva në Prishtinë, më kujtohet si sot shkova në mramje, si operator, shikoj çka po ndodh në spitalin e Prishtinës, mos po sjell dikush ndoj njëri të vdekun. Edhe nga aty mu largun policia e Serbisë, dhe u ktheva në shtëpi. Nesër, ka ora 5 në mëngjes, shumë herët, ju nis me Visar Kryziun, me kolegun tim të EPIS, u nisëm për në Shtimle, për në Reçak. Në Shtimle unë dalëm dhe pyetëm diken. Suleman, ndërkohë prap nuk dini gjë se çfarë kishte ndodhur në Reçak. Jo, nuk ishte informata. Dhe në Shtimle, në ora 5:30, koha e ftoftë, mendsi e takum një njeri dhe pyetëm çka po ndodh në Reçak, a ke informata? Tha, po, i kom informata si sërt janë largun nga këtu, nuk gjenden sërt në Reçak. Në atë moment, unë i kom hy veturën edhe kom hy në Reçak. Në Reçak, në shtëpinë e parë që shkova, nga rruga Reçakut, qendes Reçakut, një fshat, në anën e djathtë, hyna me një shtëpi ku vajtojshin disa njerëz. Aty keni trup i mbulum dhe thanë nuk e ka kokën, jena duke ja kërku kokën. Ajo është ballafaqimi jemi pari me atë pjesë. Nga aty thash çka po ndodh, thash shkoni kësaj rrugës, tha nalt në rrugën e majt nga ajo shtëpi, dhe na u nisëm të shkojmë nalt i takova dhe në 2-3 venda nga 2-3 të vdekun. Ajo ishte ndalje nga fshati, nga ana e majt e asaj shtëpie. I gjirova ato, i filmova derisa nuk hypa atje, ku i pash gjitha ato trupet që kishin qenë aty në atë luginën, thema din, aty i filmosa shpejt gjirimet dhe ishte shumë rëndësishme për EPIN që shpejt gjirosh, për dhe ma shpejt të dërkojsh materialin. Dhe unë e vrapova. Ishte me ty? Po, edhe ai bëj këtë disa foto. Në atë moment, i mora gjirimet, kom bon një 1 minutë e gjysë edhe kom vrapu në Prishtinë, ku në EP redaksinë e dorëzova materialin dhe në sekundu ktheva prap në Reçak, ku e mora lajmin si do të vjen Vokeri, dhe aty e prita Vokerin. Erdhë Vokeri e përcjell ato gjirimet Vokerin dhe dha atë deklaratën, masi i shkoj njeri pa trupat, u kthye dhe aty mandej dha deklaratën si është një krim i njerëzimit. Vokeri i pa 1 për 1 trupat e hedhur në periferitë fshatit, ë? Po, i pa një herë të ai lugina ku ishin gjitha trupat, mandej duke u kthy për Prishtinë, por në Reçak
atëherë unë nalë para gazetarëve dhe edha deklaratën e famshme të tina, krim kundër njerëzimit. Ma vonë Vokeri, unë e vazhdova të filmoj ende, dhe gjdo them gjysore e këmë gjunë nga një material, sa dite disa materiale këmë që për e pinë, dhe ma vonë, mas dite, unë e ka majtë Vokeri konferencën e dytë në zyret e OSB-s, ku prape përsërit atë deklarat. Edhe ajo e bani, kjo është hera e parë, që me thonë një njeri rangu të Vokeri që viziton një masakër, një diplomat atë që madhë dhe sheh me sytë e vetë atë që ka pëndodhë. Mujtë them se librën e Albrightit shkruan, si thot kër i kum pas gjirimet e masakrës dhe obris, thot në moment e kum thirë thot Clintonin, si edhe i thash, ishte mjaft është kjo çka po shohmi. Dhe filloi procesi. Në fakt është një gjë interesante sepse Albright thotë që Sandy Berger, shefi i National Security Advisor, këshilltari i sigurisë kombëtare të Clintonit, i kishte thënë që situata në Kosovë do të jetë e qetë dhe pritet të trazohet nga pranvera. Ajo thotë që kur pash masakrën e Reçakut, telefonova Bergerin dhe i thash pranvera erdhi herët këtë vit në Kosovë. Duke ironizuar fjalët e Sandy Berger. Imazhet e tua, Sulejman, ishin të gjitha ato që u shpërndan në të gjithë botën? Po, edhe vetmit ato jo në Associated Press, për shkak se të them unë i filmova si punëtori i agjencionit Associated Press. Po kjo i takoj agjencionit ku në sekund gjitha materialet i dërgojnë për krejt televizionën e botës dhe ajo bo hit shumë i madhë. Mandej ka fillu ajo dita e 2, e 3, e 4, ato kanë zgjatë edhe 2 javë. Trupa duke i marrë, duke i qunë në xhami, duke i bo ekspertiza me to sen. Po ai gjirimi naltë atje ku shkova unë i takova vetëm një se ishte mëngjes shumë herët. Dhe aty takova një 5 familjar duke i kërku trupat familjes tyne dhe duke qajtë. Me thonë vërtetën aty nuk isha i pari nga agjencioni Amerikan, nga lajmeve më të forta, aty ka qenë edhe një kamerman duket i Norvegjisë. Ashtu, pa i nuk ka mujtë me shpërnda si Associated Pressin këtë botën, por a i ka marrë për televizionin e vetë. Kush ishte momentin më i vështirë që pata atë ditë, Sulejman? Po i pash shikimi parë në trupa, a ishte të them, por ma mujti profesionaliteti, se i thash vetit shpejt, tonë kohën i kom fol vetit, shpejt, gjiroj dhe dërgoj materialin. Edhe me atë fuqi i kom bo shumë shpejt, edhe i kom dërgu materialet. Edhe aty ka qenë, a din, se e pia e ka këtë, thë shpejt gjiro, por edhe ma shpejt dërgoj materialet. Ajo ka qenë edhe një fuqi e fotografive, falë e pisë. Unë falenderoj Sulejman shumë për këtë dëshmi, falë atyre filmimeve e gjithë bota shtoi presionin ndaj Miloševićit dhe vendosi organizimin e konferencës Rambujes që më pas çojnë bombardimin e Jugosllavisë dhe në pavarësinë e Kosovës. Shumë faleminderit në emër tim edhe të gjithë atyre që na ndjekin për kontributin. Ti the që isha punëtori i EIP-s, po ti ishe edhe dëshmitari një momenti tragjik për shqiptarët, por dhe një moment i kthese për historinë e shqiptarëve. Faleminderit. Po, faleminderit juve.